Skuadra e Juventusit ka nisur përgatitjet për sezonin e ri me lojtarët të cilët janë paraqitur fillimisht në J Medical për testet mjekësore dhe më pas kanë kryer dhe një seancë të shkurtër stërvitore në urdhrat e Luciano Spallettit. Ajo që ra në sy që në ditën e parë të grumbullimit të Juventusit ishte prania në radhë të bardhëzimeve dhe e talentit të sulmit të Shqipërisë Armand Durmishi. Sulmuesi 18 vjeçar ka shkëlqyer me ekipin e moshave të Juventusit dhe nuk është çudi që po djeg më shpejt etapat. Edhe pse në teori ai ishte ende pjesë e skuadrës Primavera, pritet që këtë vit të luajë me U23 të Juventusit, por tashmë dhe Spalletti dëshiron të shohë në veprim dhe duke shfrytzuar mungesën e disa prej lojtarëve kryesorë të ekipit, që do i bashkohen me vonesë për shkak të impenjimeve që kishin në botror. Trajneri e ka bërë Durmishin pjesë të grumbullimit, ndaj djaloshi i cili deri tani ka luajtur me përfaqësuesit e moshave kuqezi, ka qenë që në ditën e parë bashkë me profesionistët, në atë që padyshim do të jetë testi më i rëndësishëm për karrierën e tij deri tani. Merkatoja e verës po hyn në fazën më intensive, ndërsa krahas transferimeve të bujshme, vëmendje të veçantë po merret te tregu i futbollistëve të lirë, me semrave më të njohur që aktualisht janë pa kontratë spikate dhe mbrojtësi kombëtarës El Seid Hysaj. Futbollisti 31 vjeçari i cili mbylli aventurën e tij me Lazio është një nga profilet më me përvojë në listën e lojtarëve të lirë dhe përbën një mundësi interesante për klubet që synojnë të përforcojnë repartin defensiv pa paguar karton transferimi. Me një karrierë të pasur në Serie A, ku ka veshur fanellat të Empolit, Napolit dhe Lazios, Hysaj sjell eksperiencë të konsiderueshme në nivelet më të larta të futbollit italian. Aftësia e tij për të luajtur në të dy krahat e mbrojtjes, si në të djathtë ashtu edhe në të majt, e bën atë një alternativë të vlefshme për shumë skuadra, edhe pse klubet e interesuara nuk do të duhet të paguajnë dëm shpërblim për transferimin e tij, një marrëveshje eventuale do të kërkojë investim të rëndësishëm në aspektin financiar, për shkak të pagës dhe komisioneve që shoqërojnë transferimet e lojtarëve të lirë. Në javët e ardhshme pritet të ketë zhvillim rreth së ardhmës së Hysajt, i cili mbetet një nga futbollistët shqiptar më të vlerësuar në tregun evropian dhe një emër që mund të tërheqë interesin e disa klubeve në Itali dhe jashtë saj. Arta Kurdulan po vëzhgohet në skautët e Fenerbahçes. Ky është lajmi i keq për kombëtarin e Shqipërisë, e cila mund të privohet nga shërbimet e tij në të ardhmen. Në Turqi është një limit për aktivizimin e lojtarëve të huaj dhe pikërisht ky fakt e ka penguar Kurtulanin tek Oztepe që të luajë për Shqipërinë. Një gjë është mëngjase që të ndodhte Fenerbahçe. Gjigantët e Turqisë do dëshironin që ta federonin si futbollist turk, ndërsa po ashtu mund të shtohen mundësitë që të përfaqësojë Turqinë. Kurdulan ndërkohë vazhdon të tërheqë interesin e jashtvendit. Opsioni më i mirë për kombëtare do të ishte një transferim te kampionatet e tjera të Europës. Armando Broja u aktivizua titular dje për Burnley, që luajti miqësoren e radhës në Amerikë. Sfida me Columbus u mbyll në barazim 1-1, ndërsa ishte edhe debutimi i trajnerit Nicky Hayern te Burnley. Broja luajti vetëm në pjesën e parë, siç ndodhi me shumicën e formacionit titular. Në pjesën e dytë ndërkohë u shënuan golat. Burnley Express, që kujdeset për notat, por edhe një koment pas ndeshjeve, tregoi vlerësimet e tij edhe për miqësoren e djeshme. Nota 6 për Brojen. Përveç një kthese të zgjuar pranë mesfushës, nuk më kujtohet ta ketë prekur shumë topin. Ose më sakt, thuajse fare, shkruan portali pranë Burnleyt. Ish trajneri kombëtarës shqiptare Silvinho vjen të ndjek me vëmendje ecurinë e futbollistëve kuqezie dhe pas përfundimit të aventurës së tij në stolin e Shqipërisë. Në një intervistë për median turke, Karar, tekniku brazilian ndal veçanërisht Ernest Muçi, për të cilin rezervoi vlerësime maksimale duke e cilësuar një futbollist të nivelit të Premier Ligës. Silvinho foli dhe për konkurrencën në kombëtaren shqiptare, cilësitë e mesfushorit kuqezi dhe bindjen se ai ka potencialin për të bërë një tjetër hap të madh. Trajneri i Trabzonsporit Fatih Tekke ka cilësuar Ernest Muçi një futbollist të nivelit të Premier Ligës. Andani të njëjtin mendim? Muçi është një lojtar shumë i mirë me kapacitet të lartë teknik, në të njëjtën kohë ai ka dhe një aftësi të madhe për të shënuar gola, po zhvillohet shumë dhe sigurisht që ka ende shumë hapësirë për të rritur. Për një futbollist kjo është shumë e rëndësishme. Në kombëtare kishte shumë konkurrencë për atë pozicion, por ne ishim të bindur se ai nuk ishte vetëm një futbollist shumë i mirë, por dhe një njerëz shumë i mirë. Ai ka qenë gjithmonë një nga lojtarët tanë më të rëndësishëm. Muçi mund të luajë në Premier League dhe nëse arrin këtë, kjo do ta ndihmojë të rritet shumë në karrierën e tij. Ashtu siç ka thënë trajneri i Trabzonsporit, edhe unë mendoj se Muçi është një lojtar i nivelit të Premier League, besoj se ai do të arrijë nivele edhe më të larta në karrierën e tij.
Ju keni punuar me Felipe Augusto në moshë të re. Ai ka përmbushur ai pritshmëritë tuaja. Po, është e vërtet, kam punuar me Felipe Augusto kur ishte ende shumë i ri, por ai spikaste për forcën fizike dhe cilësinë teknike, si shumë futbollistë të tjerë, dhe ai është zhvilluar shumë me kalimin e viteve. Tashmë mund të luajë në role të ndryshme në fushë, një cilësi që karakterizon futbollin modern. Eksperjenca në futbollin turk dhe te Trabzonspor ka ndikuar pozitivisht në zhvillimin e tij. Zeniti ka transferuar një lojtar të gatshëm dhe me shumë cilësi. I uroj suksese dhe besoj se do të ketë sukses edhe atje. Keni punuar me Arsene Wenger dhe Pep Guardiola, në cili prej tyre ju ka ndikuar më shumë? Kam pasur vërtet mundësinë të luaj në klube të mëdha dhe në kampionate të mëdha dhe gjatë këtij procesi kam mësuar shumë. Në 10 vitet e fundit futbolli ka bërë përparime të mëdha në aspektin teknologjik, në stërvitje dhe në taktika. Për t'ju përshtatur këtij evolucioni është e domosdoshme të vazhdojmë të punojmë dhe për t'i çojmë vazhdimisht veten. Futbolli mbetet i njëjti sport, por sot luhet me një ritëm shumë më të lartë se më parë. Arsene Wenger dhe Guardiola janë disa nga trajnerët me të cilët kam pasur fatin dhe kënaqësinë të punoj. Të qenet pranë tyre më ka dhënë shumë. Kam mësuar nga të dy. Ata të dy duan të luajnë futboll të bukur dhe u japin përparësi lojtarëve teknik, konkurrues në aftësi të larta për të punuar në grup. Brazili u eliminua nga Norvegjia në Kupën e Botës, si e vlerësonin paraqitjen e ekipit të drejtuar nga Carlo Ancelotti. Kupa e Botës është gjithmonë një turne shumë i vështirë. Brenda vetëm një muaji të gjitha kombëtarët luajnë me një intensitet shumë të lartë, pasi ritmi i kompeticionit nuk lë vend për gabime. Fatkeqësisht Brazili u eliminua dhe tani duhet të kalojë një proces rinovimi i çka krejtësisht normale për një kombëtare. Ancelotti është një nga trajnerët më të mëdhenj në botë dhe jam i bindur se do të ndërtojë një kombëtare të fortë për turnet e ardhshëm. Mancini, me të cilin keni punuar më parë, ka drejtuar Galatasaray'n. Ato të dëshironi dhe ju të drejtonit një skuadër në Turqi. Po, është e vërtet, kam punuar me Roberto Mancinin tek Interi. Ai është një trajner i shkëlqyer që pëlqen të ndërtojë skuadra me futboll cilësor. Është një fitues i lindur dhe karakteri i tij është një nga cilësitë më të mëdha si trajner. Nga viti 2016 deri në 2019 kam qenë pjesë e stafit të kombëtarës së Brazilit, ndërsa nga viti 2023 deri në 2026 drejtova kombëtaren shqiptare. Këto eksperiencë më kanë dhënë shumë dhe për të arsye shoh veten si në drejtimin e një klubi, ashtu edhe të një kombëtareje. Ndihem shumë komod në të dyja rolet. Më pëlqej futbollistët teknik që e kuptojnë mirë lojën. Si trajner, objektivi im është t'i jap ekipit një identitet dhe ta udhëheq drejt suksesit. Pjesa taktike varet gjithmonë nga grupi lojtarëve që ke në dispozicion. Gjatë periudhës që isha trajneri i kombëtares shqiptare, kam ndjekur shumë ndeshje në Turqi. Është një vend që jeton në futbollin. Stadiumet kanë një atmosferë fantastike dhe kampionati është shumë fizik e konkurrues. Gjithashtu kam vënë re se ka shumë futbollistë të rinj me cilësi të lartë teknike.